Në klinikën e gastroenterologjisë në QKUK, 119 pacient janë duke u trajtuar me sëmundje të zorëve. Mantilbardhët theksojnë se shërbimet shëndetësore në QKUK janë një hap me mjekësinë moderne. Gastroenterologu Skender Telaku ka thënë se për shëndetin e zorëve, informimi në popullat është më i lehtë përmes platformave online e mjeteve të informimit. Me zhvillimin të rrjeteve sociale, me zhvillimin e televizioneve, sa do kudo, ajo pjesa që ka qase në këto, është informuar, din. Ka informacione, po është problemi që një pjesë, fatkeqësisht një pjesë tjetër, qoftë për shkak të informatës, qoftë për shkak të mungesë materiale, qoftë për shkak të ndryshme, nuk është e informuar edhe ana shkalon. Shikoni, në mjekësi është shumë e rëndësishme me kohë mu lejmëru. Edhe të themi kështu bukfalisht, edhe nëse ka kancer, ai mund të shërohet. Mund të shërohet, nuk është pa shëroshëm. Këtë momenti është me e zonë herët edhe me e trajtu qashtë. Jo, nga frika jo, po mdel diçka, s'po shkoj, jo, s'po bëj, jo, ne, jo, këne, edhe fatkeqësisht neve na vinë ato stadiet e avancuara. Telaku tregon edhe për sëmundje më të shpeshta që trajtohen në QKUK. Një ndër sëmundjet më të shpeshta që kemi në gastroenterologji janë sëmundjet e zorëve, qoftë të holla, qoftë zorë të trasha. E shpeshtë është sindromi i zorës nervoze, apo anglisht e themi IBS, irritable bowel syndrome, ajo është shumë e shpeshtë është. Kemi alergji apo intolerancë në laktozë, kemi celiaki. Po një grup i posaçëm i sëmundjeve me të cilën ne ballafaqohemi dhe për të cilin jemi qendër referente për Kosovë janë sëmundjet inflamatore të zorëve. Domethënë këto sëmundje janë ato që shkojnë me pezmatim, me qelb të zorëve. Kodat aty në dy sëmundjeve që duhet të ceken janë kroni është sipas një autori izraelit, dhe kolit ulceros. Është edhe grupi i tretë i sëmundjeve që diçka mes tyne as kron as kolit ulceros, diçka intermediate. Këto janë sëmundjet që çojnë peshë si për nga diagnostifikim, se nuk është lehtë me u diagnostiku, nuk është lehtë me u trajtu, edhe plus ta ka një potencial të madh të zhvillimit në kancer të zorëve. Kanceri ka një veçori që është trashëgues. Kështu që ne vëmendje të posaçme i kushtojmë atyre të cilët në familje kanë kancer. Kështu që ata që kanë familje, nanën, babën, vllahun, motrën, tezën, dajnë, edhe pa kur fare ankesa aty ju i detyrojmë që të bëjmë gastroskopin ose kolonoskopin. Trashëgimi është shumë me rëndësi. Ai shton se pas diagnostikimit të sëmundjes, pacientët trajtohen me terapi biologjike. Thekson se informimi nga ChatGPT dhe marrja ilaçeve pa recetë të mjekut rrezikon pacientët në avancimin apo komplikimet e sëmundjes. Normal, një njeri në gjendje të shëndosh defekon 1 deri 2 herë në ditë apo 1 deri 2 në çdo 2 ditë. Po jashtësitë janë të formuara, as të forta as ujore, po nëse janë nisë me dalë më shpesh, edhe nëse jashtësitë janë më të lëngëta, më jo të formuara, atëherë këto na shtyn të mendojmë se diçka ka këto. A do del sëmundje inflamatore, a do del intolerancë në laktozë, a do del alergji në grun, a do del kancer apo diçka, nuk dihet, po këto janë simptomat e para që na çojnë neve që na çojnë të sëmurën tek ambulanta gastroenterologjike numër 8. E mandej aty fillohet me analiza pikësparit, analizat nevojës së madhe të fecesit. Analiza më e shpesh që përdorim na është një analizë, i themi gjako okult, gjako i msheft në feces, gjako te ata që kanë probleme të vogla, fecet e ngjyrë normal nuk dallojnë, po me analiza biokimike ne dallojmë a ka gjak apo jo. Nëse ka gjak, atëherë fillojmë me ekzaminime të tjera, e ajo më e njohura, më e pa preferueshme për pacientin është kolonoskopia, do të thotë me një aparat hyet nëpër zor, shikohet, edhe nëse ka ndonjë lyth apo pulit, si themi ne, nëse ka diçka mirët biopsia, ajo dërgohet në patologji, patologët e këshillojnë mandej tregojnë a ka pezmatim, a ka qelizë kanceroze, apo s'ka kur gjë hiç, etj. Fatkeqësisht sot
nuk është ky problem vetëm i Kosovës, por edhe në botë, shumica po mundon mu trajtu me ChatGPT. Po hyn me inteligjencë artificiale, po ngojnë, jo bën kështu, jo bën kështu. Po thonë, nuk është mirë ngjiqje nga realiteti. Edhe nëse është më keq, edhe nëse kancer ka gjasa më ushëruar, nuk është pa shërueshme. Po fatkeqësisht kur vjen në stade shumë të avancuara, ne s'kemi çka të bëjmë. Sa i përket sëmundjes inflamatorit të zorëve për shembull. Atyre ka terapi. Terapia këtë varet a është rrok vetëm një pjesë e zorëve, ona majt, ona djatë, këtë zorra, zorë të holla, edhe për atë ka zgjidhje. Tjetra është vërtet se terapia biologjike është e shtrejtë, këto që aplikojmë ne, po këto shteti e financon edhe kjo nuk është një problem. Po mendoj për të smurin. Ka zgjidhje, po çdo gjë ka zgjidhje, po qëllimi është që mos me lënë me u vonu, mos me lënë me bë komplikimet. Shikoni kur është pra po kthehen te kolitu ulceroz, që kolitu ulceroz është prezbatimi i krejt zorëve. Ky ka një të keqe si themi që ky mas 10-13 vitesh ky bëhet kancer. Marrin terapi, sidomos ta me bashkite që ata një dyshojnë banatorë, marrin do loperamida, i marrin do barna, është vërtet loperamida për një kohë ta ndal bashkitën. Po është problemi që ti nuk e zgjidh problemin vetëm se po e mas kanë ato. Kështu që ju kisha do ambullata gastroenterologjike. Funksionon në QKU, ka gastroenterolog në Prizren, në Gjakov, në Pin, në Mitrovic, në Gjilan, çdo ku ka edhe nuk kemi nevojë pse me arë para aktit krym ato probleme. Tutje, Skender Telaku bën dallimin mes hemoroideve, sëmundjeve të tjera të zorëve dhe kancerin e zorëve. Ajo që neve si njerëz më shumë që na fregon është rektoragjia apo gjakdera për zorës trash. Çdo e dyta gjakdera për zorës trash është prej hemoroideve. Hemoroide ka secili njeri, por se vetëm kur gjakderën ato paraqitet patologji. Tash çdo e dyta është gjakdera. Po, çdo e dyta mund të jetë diçka tjetër. Për këtë arsye, te gjakderat e thjeshta të për zorës trash duhet të lajmërohet te mjeku, të shikohet, të bëhet kolonoskopia që nuk është ndonjëfarë procesi i rënda në këtij edhe shit. Edhe nëse ka, shikoni, problem ajo më mirë është gjakdera për hemoroideve. Ose mund të jetë fisur, por ajo më e keqja nëse është ka mundësi me u kry qoftë me rrezatim, qoftë me operacion. Klinika e gastroenterologjisë është e pajisur me aparatura të sofistikuara, shtretër e terapi të nevojshme për pacientët, thonë nga shërbimi shëndetësor i QKU-s.